Panik për shoferët në Sahara, tufa gjigande e karkalecash pushtojnë rrugën. Shoferët që po kalonin nëpër Sahara u përballën me turma të mëdha të karkalecave, të cilët zvogëluan dukshmërinë dhe shkaktuan shqetësime tek udhëtarët. Kaluan përmes turmave të karkalecëve dhe arrita të regjistroj me kamerën time më të keqin prej tyre, tha Salah Ablahadi për Washington Post, duke ndar videon përkatëse. Karkalecat, duke u ndihmuar nga era, mund të përshkrojnë deri në 160 kilometra në ditë. Sipas organizatës së ushqimit dhe bujqësisë së Kombeve të Bashkuara, karkalecat, veçanërisht ato të shkretirës, konsiderohen si paraziti migrues më shkatërrues në botë.